Fitoria ndaj Bylisit dhe kualifikimi i Vllaznisë në kupë, humbja për kampionat me Flamurtarin, shorti në gjysmëfinale me Dinamon, si dhe pragëndeshja me Gnatian, ishin në fokus të emisionit Studio Sport transmetuar mbrëmjen e Smërkurës në RTS Shkodra. Vllaznia e këtij sezoni unë mendoj që ka një afërsi afër e cila do të jetë ngare me Elbasanin shonë, më shumë do të ketë Elbasan, sepse Gnatio duket se është ngopur me 2 tituj dhe ndoshta them sepse dëshira e madhe të jem sepse unë jo që jam në Shkodër, po kam qenë edhe fans i Vllaznisë. Po atë me 2 neshje, siç ti diskutohen më përpara, mund të diskutojmë më vonë, mund të ciku më vonë një në Malzi dhe një në Çeki me ekipin e kombëtarët vajzave. Neshja e dytë nuk shkoi aty ku duhet, por megjithatë ishte sinjale pozitive sepse pjesa e parë. Sepse 3 pikë të fituar në Malzi dhe pjesa e parë me skuadrën e Çekisë na dha sinjale pozitive, duke vlerësuar lojtarët, duke vlerësuar vajzat për paraqitjen që banë. Me një ekipet tona sportive kudo që janë, sidomos futbollin, ashtu si po thonë ju që ishim përpara pak ditë që luajmë në Vlorë, bashkë me tifozat e ndryshëm shkodran, për me i dhanë shpirt, si thush, lojtarëve tonë që losin në fushën e neshjes për me arritë rezultate sa më të mira. Pjesë e këtij emisioni ishte edhe analiza e 2 ndeshjeve të kombëtares së futbollit të femrave, fitoria në transfert me Malin e Zi, si dhe humbja në Loro Boriçi ndaj Çekisë, si dhe problematika rreth mos ndërhyrjes në terrenin sportiv të Bushatit, gjë që ka shtyrë presidentin e Basanjas, Ermir Shimaj, të paralajmërojë dorëheqjen nëse deri në verë nuk konkretizohet zbatimi i projektit të miratuar nga Federata Shqiptare e Futbollit.